kualifikuar për të quajtur dishekull të Jezusit? Shumë flasin për Perëndin, por çfarë thot Perëndia për veten? Perëndia i zbulon atributet e tij në shkrim, por 4 prej tyre janë thelbësor për t'i mësuar. Pa i njohur këto 4 atribute, askush nuk mund të quhet dishekull i Jezusit. A jeni ju dishepull i tij? Dashuria është dashuri, apo jo? Pra, mund të nënkuptoj çdo gjë. Në çdo mënyrë që duam ta kuptojmë ne. Dashuria është dashuri. Ndonjëherë nëse kontrollojmë nëpër mediat sociale, mund të gjejmë dikë të thotë, unë e dua qenin tim, e dua familjen time dhe e dua Perëndin tim. Shpresoj që Perëndia të mos jetë sipas kësaj radhe. Tani të dashur, ka disa njerëz që janë plotësisht dhe tërësisht të përshtyelluar nga këto ide mashtruese për Perëndin dhe dashurinë e tij. Këto ide po e pushtojnë kulturën perëndimore me një lloj hakmarrje. Kjo ide plotësisht e rreme e portretizon Perëndin dhe dashurinë e tij si të butë dhe pa shije dhe të dobët, kurse neutraliteti universal po fiton shpejtësi, si të ishte ortek. E po, në realitet, dashuria e Perëndis është aktive, madje edhe e fortë. Dashuria e Perëndis i kushtoi atij një çmim kolosal dhe të pallogaritshëm. Dashuria e Perëndis është e pakuptueshme, e padepërtueshme dhe e pamatshme. Por kur bëhet fjalë për dishepujt e Jezusit, ne duhet ta jetojmë gjithë jetën tonë duke u përpjekur të kuptojmë dashurinë e pakuptueshme të Perëndis. Dhe kjo është një nga lutjet e mëdha të apostullit Paul, i cili po lutej për besimtarët në Efes, por në të vërtetë për të gjithë shenjtorët. Prandaj dua që t'i hapim Bibla tek Efesianëve kapitulli 3, vargjet 18 dhe 19, vetëm 2 vargje. Lutja e tij është që ata të mund të kuptojnë, që ata të mund të kenë forcë, sepse nga natyra ne jemi të pafuqishëm, nuk mund ta kemi fuqinë për të kuptuar. Prandaj ne kemi nevojë për fuqinë e Perëndis, thot ai, për të na fuqizuar që të fillojmë të kuptojmë pafundësinë e dashurisë së Perëndis. Ju lutem më dëgjoni. Vetëm Perëndia mund të na forcojë për ta bërë këtë. Askush nuk mund ta kuptojë dot dashurinë e Perëndis pa fuqinë e Perëndis. Dhe pikërisht këtë na thot, ai thot, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët. Kështu jemi të gjithë ne sot, me gjithë shenjtorët, me gjithë besimtarët, me gjithë dishepujt. Të mund të kuptoni cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia e dashurisë së Krishtit. Dhe ta njihni dashurinë e Krishtit, që të i kalon çdo njohuri, një përkthim i Josefit, që të lë pa frym. Pastaj thot që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndis. Pra lutja e Palit është kjo, që dishepujt e Jezusit të njohin të panjohshmen. Pra lutja e Palit është që dishepujt e Jezusit të shkojnë deri në fund, që dishepujt e Jezusit të shkojnë në thellësinë e të padepërtueshmes. Tani, ata pak për ju që ju duket përshtyelluese kjo deklarat, merrni zemër, sepse do të qartësohet pas pak. Ja se për çfarë po lutej Pali që ju dhe unë të futemi më thellë për të kuptuar dashurinë e pakuptueshme të Perëndis. Dhe për këtë arsye apostulli Paul diku tjetër ka thënë, tani, në fakt, ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por në parajs do të kalojmë gjithë përjetësinë, duke kuptuar plotësisht sa e thellë, sa e lartë, sa e gjerë, sa e gjatë është dashuria e Perëndis në Krishtin Jezus. A mund të dëgjoj një amen? Unë do të ndaj me ju 3 gjëra. 3 gjëra dhe i lutem Perëndis që ju t'i mbani mend këto.
I lutem Perëndis që ti mësoni përmendesh këto. I lutem Perëndis që çdo mëngjes ti shihni. Së pari, sa e madhe është kostoja e dashurisë së Perëndis. Së dyti, pengesat që hasin ata që marrin dashurinë e Perëndis. Dhe së treti, pamatshmëria e bekimit të dashurisë së Perëndis. Sa e madhe ishte kostoja, pengesat që hasin marsit dhe pamatshmëria e bekimit. Le t'i shohim shpejt e shpejt këto të treja. Së pari, sa e madhe është kostoja e dashurisë së Perëndis. Jo një dashuri e cekët që çdo gjë e quan dashuri. Jo, më dëgjoni pak. Të marrësh një grusht për dikë është ndryshe se të marrësh një plumb për të njëjtin njeri. Të sakrifikosh një orë ose dy për dikë është ndryshe se të sakrifikosh të ardhmen tënde për atë njeri. Të vdesësh për një njeri tjetër është e vështirë, por mendoni pak për këtë. I përsosuri njeri Perëndi që nuk bëri kur një mëkat, jeta e të cilit ishte shumë herë e pafundme në vlerë se e çdo njeriu tjetër apo e të gjithë njerëzve të marrë së bashku, i cili është Perëndia krijuesi i botës, që ai të vdiste për disa të pamoralshëm, kjo është e pamundur që të matet. Një këshilltar që po këshillonte një çift që kishte konflikte, një burrë dhe një grua, ai ishte ndërmjetës mes këtij çifti që ishte në luftë, një çift që disa vite më parë kishte premtuar se do ta donin njëri tjetrin pavarësisht gjithçkaje, por tani ishin në luftë. Dhe ky këshilltar ishte ndërmjetës mes tyre. Kur më në fund bashkëshorti filloi të thoshte: "Unë të kam dhënë ty një shtëpi të bukur. Unë të kam dhënë ty një makinë të bukur. Unë të kam dhënë ty rroba të bukura. Të kam dhënë këtë, të kam dhënë atë, të kam dhënë këtë tjetrën." Dhe kur mbaroi e shoqja ja ktheu: "Po, është plotësisht e vërtet. Ti mi ke dhënë të gjitha këto gjëra. Përveç vetes tënde. Përveç vetes tënde." Të dashur, mos bini në këtë kurth ku t'i jepni të dashurve tuaj gjithçka përveç vetes tuaj. Perëndia dha veten e tij. Nuk mund të ketë gjë tjetër më me vlerë. As gjë tjetër që mund të na kishte ofruar Perëndia nuk mund të krahasohet me faktin që ai dha veten e tij. Së dyti, pengesa që hasin ata që marrin dashurinë e Perëndis. Shumica e njerëzve janë të gatshëm që të sakrifikojnë për të dashurit e tyre. Shumica e njerëzve do të sakrifikonin për miqtë e tyre. Shumica e njerëzve janë të gatshëm që të sakrifikojnë për dikë i cili u ka bërë një nder atyre në të shkuarën. Por sa njerëz do të sakrifikonin me kënaqësi për kriminalët? Por sërish Perëndia ynë madhështor i deshit të tij kur ne ishim të padëshiruar, kur ne nuk e meritonim, kur ne ishim në armiqësi me të, kur ne ishim indiferent ndaj tij, kur ne na vinte turp për të. Për këtë arsye fjala e Perëndisë te Romakëve 5 na thot: sepse ndërsa ishin akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët. Vështirë në fakt, thot Pali, se vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të më dëgjoni me kujdes, mbase ndonjë do të guxonte, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim çfarë? Mëkatar, Krishti vdiq për ne. Të dashur, thellësia e dashurisë së Perëndisë mund të jetë në kontrast vetëm me pengesën që has marrësi i dashurisë së Perëndisë. Por dilema jon moderne, dhe pikërisht me këtë përballemi kur përpiqemi që shkrimin ta sjellim te një kulturë moderne, ta sjellim te shoqëria e tanishme, te bota në të cilën jetojmë. Dhe kjo është dilema më e madhe.
është vërtet e vështirë dhe kjo na pengon në përpjekjet tona për të kuptuar dashurinë e Perëndis, kur ne mendojmë se jemi shumë të mirë, që jemi kaq të mrekullueshëm, që jemi kaq shumë të denj. Te 1 në 2 reklama dëgjojmë: zemër ti je me vlerë. Ti je me vlerë. Dhe e besojmë këtë. Dhe për këtë arsye shumë predikues predikojnë se Perëndia pa se ne jemi shumë të denj për dashurinë e tij. Prandaj edhe ai vdiq për ne. Por nuk është kështu. Shkrimi na thot se nuk është kështu. Fjala e Perëndis thot që nuk është kështu. Shkrimi na kujton të vërtetën se dashuria e Perëndis kur nuk u bazua te vlera jonë. Që dashuria e tij u bazua te zgjedhja e tij sovrane e papërshkrueshme dhe e pakuptueshme për të na dashur ne, kur ishim të padashirueshëm. E di që po notoj kundër rrymës, e di këtë. Unë po eci kundër çdo gjëje që dëgjojmë gjithë ditën, gjithë javës. E di këtë. Por kjo është e vërteta. Është fjala e Perëndis. Ju lutem më dëgjoni. Kështu është natyra njerëzore, e kuptoj këtë, Që duam të marrim meritat për atë që Perëndia e dha si një dhuratë falas. Ne duam që të marrim gjithë meritat për këtë. Dhe populli I Izraelit ra në të njëjtin kurth, është e vërtet dhe e bën këtë vazhdimisht, mund ta shohim për gjatë gjithë dhjatës së vjetër, ashtu si kisha po bie sot në këtë kurth. Dhe pasi ata u çliruan nga Egjipti, dhe pasi I pan mrekullit, pasi pan plagët, pasi pan detin e kuq të hapë, I filluan të mendonin me njëri tjetrin, hey, ne duhet të jemi fantastik. Perëndia nuk I bën këto për këdo. Ne jemi shumë të veçantë, ne jemi vërtet të veçantë. Prandaj Mojsiu te ligji I përtërir 7:7, mbajini mend këtë. Te ligji I përtërir 7:7 ai përpiqet që t'i çlirojë ata nga kjo ide e rreme, nga kjo arrogancë dhe krenari që ishte përvjedhur te populli I Perëndis. A I tha, Zoti nuk e ka vënë dashurinë e tij mbi ju, as nuk ju ka zgjedhur sepse ishit kështu apo ashtu apo për diçka, po për shkak të besnikërisë së tij. A I donte që të mbante premtimin që I bëri Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Ishte besnikëria e Perëndis ajo që e bëri këtë. Më dëgjoni. Çdo njeri që ju thot se Perëndia ju do, për shkak të diçkaje që keni ju, që Perëndia ju do, nga që jeni kaq të veçantë, që Perëndia ju do, për shkak se jeni një njeri I mrekullueshëm, atëherë duhet ja mbathni nga ai njeri. Është një mësim I rrem, është një predikim I rrem. Mbathjani. Të dashur më dëgjoni pak. Thellësia e dashurisë suaj për Perëndin është në proporcion me thellësinë e nivelit të kuptueshmërisë që keni për dashurinë e tij sovrane për ju. Më lejoni ta përsëris këtë. Thellësia e dashurisë tuaj për Perëndin është në proporcion me thellësinë e nivelit të kuptueshmërisë që keni për dashurinë e tij sovrane për ju. Sa e madhe është kostoja. Pengesa e marrësit dhe së treti pamatshmëria e bekimit të dashurisë së Perëndis për ju. Tek 1 Gjoni 3:1 ose te letra e parë Gjoni 3:1 na thuhet kështu. Dhe ju lutem dëgjoni me gjithë zemër, dëgjoni me vesh, më ndiqni edhe me sy. 1 Gjoni kapitulli 3 vargu 1. Shikoni çdo dashuri të madhe na dha Ati që të quhemi bijë të Perëndis. Një bekim I pamatshëm, një bekim që të lë pa fjalë, një bekim që të lë pa mend. Por nuk duhet t'ju shpëtojë kjo, nuk duhet t'ju shpëtojë kjo që do t'ju them, për këtë varg në veçanti, për këtë pasazh në veçanti. Gjoni po na thot se dashuria e Perëndis për ne shkoi përtej shpëtimit ton nga mëkati, nga vdekja dhe nga ferri. Mund të thoni ka edhe më shumë? Po, më dëgjoni me kujdes, ju lutem.
dashuria e tij për ne shkoi përtej fakti që ai sakrifikoi veten për ne. Si ka mundësi, ka edhe më shumë se kaq? Po. Dashuria e Perëndis shkoi përtej faljes së mëkateve tona. Vërtet, ky është një bekim në vetvete. Ka gjithë bekimet, jo por ka edhe më shumë. Dashuria e Perëndis shkoi përtej mëshirës për të gjithë armiqtë e tij. Jam i sigurt se mbase disa prej jush po thone, po Michael, si ka mundësi? Si ka mundësi që dashuria e Perëndis të jetë më e madhe nga gjithë këto që përmendëm deri tani, faljen e mëkateve, jetën e përjetshme, shpëtimin ton, të gjitha këto? Dua t'ju tregoj se si. Sepse ai mund të kishte sakrifikuar, të kishte falur, mund të na kishte shpëtuar, mund të na kishte shpenguar dhe të ndalonte këtu. Dhe sërish do të kishte qenë fantastike, do të ishte e mrekullueshme, do të ishte e papërshkrueshme. Kjo do të kishte qenë plotësisht e papërshkrueshme. Por jo. Ai shkoi shumë përtej kësaj. Ai shkoi shumë përtej gjithë këtyre. Dashuria e tij na bëri pjesë të familjes së tij dhe ai na quajti fëmijët e tij. Me qira fjala lidhur me këtë, disa prej jush e din këtë, sidomos ata prej jush të cilët i njoh mirë dhe që kanë birësuar fëmijë për gjatë viteve, gjë për të cilën pa dyshim e din se kanë admirimin dhe vlerësimin tim më të madh edhe të thellë. Ata e din këtë. Por sërish ekziston diçka që ne nuk mund ta bëjmë dot kur, as edhe për 1.000.000 vjet me fëmijët e birësuar. Ne nuk mund t'u ndryshojmë dot natyrën atyre. Ne nuk mund t'u ndryshojmë dot tiparet e trashëguara. Ne nuk mund t'u ndryshojmë dot ADN-n. Ne nuk mund t'u ndryshojmë dot genet e tyre njerëzore. Ne nuk mund t'u ndryshojmë dot temperamentin. I duam shumë. Dhe u a themi që i duam, ndikojmë tek ata, i trajnojmë ata, por ne kur nuk mund t'i ndryshojmë dot. Por Perëndia i ndryshon. Perëndia i ndryshon. Dëgjoni pak, 1 Gjonin 3:9. Unë dua që të mendoni gjatë dhe shumë për këtë. Kush lindi nga Perëndia nuk kryen mëkat. Pse? Sepse fara e Perëndis qëndron në të dhe nuk mund të mëkatoj sepse ai lindi nga Perëndia. Por ka edhe më shumë. Prej kësaj njihen bijtë e Perëndis. Kjo është e vetmja mënyrë për të njohur. E vetmja mënyrë, jo nga ato që thonë. Të dashur, kjo është shumë larg asaj që mund të thotë ndonjë pastori kohëve moderne, po nëse nuk mundesh, nuk ka gjë, Perëndia të kupton. Thjesht kjo është natyra jote, kështu të ka krijuar ai, nuk ka rëndësi se në çfarë mëkati po jeton apo që e ke bërë zakon apo se çfarë bën. Jo. Miqtë e mi të dashur. Dashuria e pa kuptueshme e Perëndis për të tijët është tepër e thellë, është tepër e gjerë, është tepër e gjatë, tepër e lartë për të na lënë ashtu siç ai na gjeti. A mund të dëgjoj një amen? Dashuria e tij e pamatshme nxit natyrën e tij hyjnore që të na e bëj të mundur t'i themi jo mëkatit, që të kemi fitore mbi mëkatin, që ta mposhtim mëkatin, që të përjetojmë fuqinë e papërshkrueshme të frymës së tij të shenjtë për të jetuar me drejtësi. Më dëgjoni pak. Kushdo që ju thot të kundërtën është nga djalli. Ata po e mohojnë fuqinë e Perëndis për të na transformuar dhe kjo është nga Satani. Pavarësisht dhimbjes së mishit, dhe mos u gaboni për këtë, kam jetuar aq gjatë sa ta di këtë, që ka dhimbje në mishin ton, kur i themi jo mëkatit. Mishi ynë ndjen dhimbje,
natyra jone vjetër ndjen dhimbje. Pavarësisht dhimbjes që mund të vi për shkak të refuzimit, apo edhe për ndjekjes që mund të përjetojmë kur ne I themi jo mëkatit. Perëndia na do shumë për të na lejuar që të jetojmë për veten. Perëndia na do shumë që të na lërë në epshin ton dhe krenarin ton, në mosfaljen dhe hidherimin dhe urrëtitjen dhe kënaqësitë e mishit. Perëndia pagoi një çmim kolosal, jo vetëm për të na falur për mëkatet tona që sigurisht e bën këtë, ai e bëri dhe e bën këtë, por ai pagoi një çmim kolosal për të na çliruar nga mëkati dhe për të na dhënë fitore.